do të jetë 30%. Pagat në sistemin tonë publik do të vjojnë të rritën? 50%. Rruga e çdo gjyqtari në Kosovë, çdo prokurori, çdo punëtori në sistem drejtësisë 50%. Për gjithë shërbyset publik do të jetë 50%. 3 pyetjet në fund të emisionit, 3 pyetjet shpejta që dojmë ditë për programin e juaj, mandatin e juaj, sa ka me qenë paga e gjyqtarit. Në 4 vite të ardhshme a ka me ndru? Shpejt, a ka me ndru? Ne kemi qenë, po e përsëriti, se thash më herët, prandaj po më duket si përsëritje, Zoti Haradinaj ka qenë ai që i ka arrit për 30%. Në të ardhmen, 4 vite të ardhshme. Edhe në të ardhmen e thash më herët, do të jetë 30%. Pastaj ja përkthehet ajo në kuptimin e 30%. pagës. Faleminderit. Apo A kanë me pas gardianët që punojnë në burgjet e Kosovës momentalisht, ata nuk kanë sigurim shëndetësor, a kanë me pas sigurim shëndetësor? Çështja e sigurimit shëndetësor është mirë që mos luajmë ndjenjat e qytetarëve, sepse është shumë komplekse dhe unë nuk dua që t'jap deklaratat kota. Unë jam për mutualizëm, jo për sigurim në kuptimin klasik që bëhet. A do të falen në 4 vite të ardhshme në bazë të programit juaj, a keni me fal të burgosën? Kjo është një pyetje madhe, unë besoj që falja që bëhet edhe përmes amnistimit në raste të veçanta, po edhe falja besoj që është e drejtë dhe në raste të veçanta po. Po, okej. Vigan, sa ka me qenë rruga e gjyqtarit mandatin e juaj? Atër me ligjin e pagave, kjo çështje rregullohet dhe progresivisht, sigurisht që për gjatë 4 viteve tashme të mandatit tonë, pagat në sistemin tonë publik do të vjojnë të rritën, ndërkohë që ne nuk kemi... Jo, progresivisht rritën sepse sistemi komplet i administratës publike, sepse ne kemi për herë të parë do ta bëjmë me ligj edhe pagën e 13. Kështu që progresivisht... Sigurim shëndetësor, m'fal, kemi shumë pak kohë për që ato po të ngos. Vigan, a keni me pas me qitë sigurim shëndetësor të gardiant? Para 2 muajve ne kemi miratu ligjin për sigurimin shëndetësor, sigurisht që do t'i afektoj edhe punëtorët të shërbimit korrektues. Dhe ndërkohë që ata do ta kenë për sigurisht e kanë statusin e veçantë kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe gardianët janë një vlerë e rëndësishme për sistemin tonë. Faljet burgosërve, a do të ketë? Po dhe ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, por edhe autorizimet që i kanë mënyrë zinxhirore edhe institucionet kompetente që është paneli për lirim me kusht, pastaj edhe çështja e faljeve nga shefi i shtetit, janë çështje të cilat janë të rregulluar me legjislacionin fuqi dhe kush i plotson kushtet. Domethënë ka me pas. Sigurisht që do të falet. Përparem rrugën e gjyqtarit, sa keni? 50%. 50%. Rruga e çdo gjyqtari në Kosovë, çdo prokurori, çdo punëtori në sistem drejtësisë 50%. Premtim publik i kandidatit tonë për kriminal. Gardian sigurimi në trajtim i veçantë, amandamentim i ligjit ekzistues që gardiant anëtarët e FSK-s, policisë me pas trajtim të veçantë me sigurim shëndetësor. Çfarë është pyetja e tretë? Falja e burgosërve? Faljen të ne në sistemin tonë kushtetues e bën presidenti. Ne mund të miratojmë ligj për amnistin, nuk e dini se ka me pas nevojë, ligjet për amnistin nuk parashikohen, mund mendoni situatë e ardhshme shoqëni që kemi nevojë, por sa i takon faljes që e bën presidenti, unë jam, mendoj që tregon natyrën humane të shtetit, edhe duhet mendohet në raste të pavarësisë për shembull për vjetorit, për vitin e ri, zakonisht që është praktikë europiane. Jo për krime shumë të rënda, por për krime të caktuara që dihet cilat. Faleminderit, paga e gjyqtarit. Rritja progresive pagave sipas sistemit aktual gjyqtarëve dhe prokurorëve, sikur e krejt zyrtarëve publik është e pamjaftueshme për shkak se nuk e përballon vetëm rritjen e inflacionit. Pra sapo rritet paga pak me ligjin e buxhetit për shkak të rritjes së inflacionit, po i humb vlera kësaj page. Prandaj rritja e pagave për gjyqtarët, prokurorët dhe krejt sistemin e drejtësisë, por edhe të gjithë shërbyset publik do të jetë 50% në mandatin tonë, sikur që do të jetë edhe rritja e pensionit bazë. Gardiant? Natyrisht që gardianët do të kenë sigurim shëndetësor ashtu siç do të kenë të gjithë zyrtarët e tjerë publik, derisa sa i përket faljes dhe amnistisë. Sanksionet penale nuk kanë qëllim dënimin, ndëshkimin, vetëm ndëshkimin. Ato kanë qëllim edhe riintegrimin. Dhe për aq kohë sa vlerësohet se një person i dënuar është riintegruar, ka arritur nivelin e riintegrimit në shoqëri, duhet të përdoret edhe falja, edhe amnistia, sepse janë që të dyja institucione kushtetuese dhe ligjore që janë në funksion të përmirësimit të një shoqërie dhe jo në funksion të ndëshkimit.